Sot në ditën ndërkombëtare të familjes, një organizim erdhi edhe nga nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Andon Zako Çajupi. Ata çelën një panajir me gatime tradicionale të përgatitura prej tyre me ndihmën e prindërve dhe gjysheve. Të cilat nga klasa ka përgatitur një tavolinë të vetën, të cilat kanë gatuar me dashuri nga prindrit dhe ata i kanë ndihmuar. Sot për ditën e familjes kemi përgatitur disa gatime. Sot është dita e familjes dhe ne kemi përgatitur shumë ushqime të mira tradicionale, siç janë qishqit, sarmat, byreku, shapkat, dhe këto i kemi gatuar të gjithë me dashurinë me prej nënave dhe gjyshteve tona. Sot jemi në ditën e familjes, 15 maj, dita e familjes. Familja është vendi ku gjejmë dashuri, ngrohtësi, mbështetje për çdo hap, për çdo ditë. Në ditën e familjes ne falenderojmë prindrit, gjyshërit, motrat dhe vëllezërit për kujdesin dhe sakrificat e tyre. Në familje e bashkuar na jep forcë dhe lumturi në çdo hap të jetës tonë. Le ta ruajmë gjithmonë dashurinë, respektin dhe harmoninë në familjet tona. Ditën e familjes të kemi një familje të bukur, të fortë dhe të organizuar, mbështetëse. Dita ndërkombëtare e familjes festohet më 15 maj dhe është shpallur si dita e familjes nga Asambleja e Përditshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 1993. Ajo pasqyron rëndësinë që u jep familja, bashkësia ndërkombëtare. Dita ndërkombëtare e familjes ofron një mundësi për të promovuar ndërgjegjësimin për çështjet dhe njohuritë të proceseve shoqërore, ekonomike dhe demografike që prekin familjet.